Përshëndetje, emri im është Steve dhe do të doja t'ju tregoja për përvojën time shumë vjeçare në kantieret e ndërtimit si izolator. Pikat e mëposhtme duhet të respektohen gjatë përpunimit të ngjitsëve tanë. Para hapjes së ngjitësit duhet të tundet mirë. Për më tepër duhet të respektohen udhëzimet e sigurisë. Sigurisht, gjithmonë duhet të keni një dritare të hapur dhe të ajrosur në vend. Kur hap ngjitësin, unë ose përdor një kaçavidh, si kjo copë. Druri, për ta hapur ngjitësin, pasi ta kem hapur, e përziej mirë përsëri për të lëvizur grimcat e pezulluara nga poshtë lart. Pastaj, ka dy mënyra për të përpunuar ngjitësin. Ose përdor metodën tradicionale me një furçë duke e shtytur këtu çdo herë, ose përdor enën ngjitëse kabi. Ne vendosëm të përdorim pistoletën ngjitëse sot. Gjatë përpunimit të ngjitësit duhet të merren parasysh pikat e mëposhtme. Gjithmonë aplikoni ngjitësin holl nga brenda jashtë. Sa më i holl të jetë ngjitësi, aq më shpejt avullohet. Do ta kuptoni kur ngjitësi të jetë tharë kur të mos formojë më fije. Kjo mund të zgjasë disa minuta, varësisht nga lagështia. Ju lutemi mos e fryni ngjitësin, meqense ajri që thithni ka lagështirë dhe kjo e lagështon ngjitësin me ujë. Mund ta bësh në atë mënyrë nëse dëshiron, por nuk duket shumë bukur në kantierin e ndërtimit. Kur ngjitësi është gati dhe nuk është më fijor, i vendos me kujdes dy skajet dhe i shtyp ato së bashku duke ushtruar një presion të shkurtër e të fortë. Është tharë plotësisht pas 36 orësh. Siç mund ta shihni, nëse ngjitësi aplikohet pastër, holl dhe me kujdes, ai mund të përpunohet shpejt dhe në mënyrë të sigurt.